Sali Berisha u ka dhënë goditje nën brez fituesve të primareve. Një pjesë e madhe janë lënë jashtë listave të sigurta, duke shkaktuar pakënaqësi. Dy më të penalizuarit janë Dashnor Sula dhe Hysen Kadiu, njëri doli i pari në Elbasan dhe tjetri në Tiranë. Të dy janë larguar nga gara duke mbetur jashtë. Kjo që po ndodh ka shkaktuar pakënaqësi edhe në Deg. Një grup firmëtarësh të Partisë Demokratike në Fier dhe konkretisht të zonës së Divjakës i kanë kërkuar kryesisë dhe kreut të PD Sali Berisha pakënaqësitë për listën e mbyllur të këtij qarku, ku nuk është i përfshirë emri i kandidates Elizabeta Redhi, që u vlerësua në primaret e këtij qarku me votën e 492 anëtarëve, ndërkohë emrat e deputetëve që bëjnë pjesë në listën e mbyllur në Fier janë Gazment Bardhi, Luan Baçi, Brunilda Haxhiu, Eduard Sharka dhe Sajmir Korreshi. Peticioni i firmëtarëve të zonës së Divjakës, kryetarit të PDSH, zotit Sali Berisha, të nderuar antar të kryesisë së PDSH, i nderuar zoti Berisha, pas procesit të primareve që përcaktonte se pushteti politik për zgjedhjen e kandidaturave për deputet do ta kishte antarësia, deri tani sipas informacioneve rezulton një farsë dhe me përzgjedhje klanore. Ne po ndjekim me shqetësim të thellë se pas 12 viteve opozitë dhe qendres, sërish nuk po respektohet nga kryesia e PDSH verdikti i demokratëve nëpërmjet zgjedhjes së primareve, por po gjenden artificje për shmangjen e tyre, duke na demotivuar për të punuar në funksion të fitores së PD. Ne si Deg e PD Divjak nuk ndihemi të përfaqësuar pasi fituesja e primareve e vendit të parë nga zonjat me 492 vota në qarkun Fier dhe e treta në Republikë, me një mbështetje elektorale dhe kontribut të rëndësishëm, nuk përzgjidhet nga kryesia në listën e sigurt, por i ofrohet vendi në listën e hapur. Zonja në fjalë ka kontribuar 2 herë si kandidate në vitin 2017 dhe 2021. Dega Divjak ka marrë rezultate të rëndësishme në çdo palë zgjedhje dhe është një ndër degët më të mira të qarkut Fier, mbështetëse në të gjitha aksionet opozitare në këto 12 vjet. Lista e qarkut Fier sipas informacioneve paraprake nuk është listë fituese dhe një listë që sillte risi, emra të rinj dhe me reputacion, pasi Fieri është qarku më i majtë në Shqipëri, po i serviren elektoratit e njëjta fotografi kandidatësh.